na FSK nuk po e dërgojmë atje me hekbor, as situata emergjente. Unë e kuptoj që zotri Hoxhaj i thot këto sepse s'ka qenë në mbledhjet e fundit të Komisionit për Politikë të Jashtme, në fakt në asnjërin që kemi mbajtur deri më tani. Unë dua ta ngresni shqetësim që mendoj që është përtej grupeve parlamentare dhe përtej postit të një deputetit, dhe dua ta ngres që javën e ardhshme ndoshta t'i japim epilog kësaj temës. E kem nisë këtë vit me një lajm të madh me temën dhe me titullin Bordi i Paqes, dhe po shohim këto ditë që Bordi i Paqes po shndrohet në një shembull të keq të asaj se si ne e shohim edhe rendin kushtetues brenda Kosovës, po se si e shohim edhe politikën e jashtme. Prandaj duhet që t'i them 2-3 gjëra të cilat i shoh kyçe se si t'i çasmi kësaj temës. Së pari, mendoj që mënyra se si ish presidentja në Davos pa inicu një temë të tillë në qeveri, i ka dhënë shtetin një projekti të tillë, ka qenë një shkelje, por jam më shumë i shqetësuar se si tash shumica parlamentare u bën përpjekje që ta bëj shkeljen e dytë duke ndryshuar përmbajtjen e këtij traktatit të Bordit të Paqes. Të nderuar kolegë, politika e jashtme nuk është një platformë ku plotësohen dëshirat, as ku përplasin egot, por është një proces ku shtetet duhet të jenë serioze në ato se çka thonë jashtë dhe çka zbatojnë brenda. Prandaj është një prej organizatave më të rëndësishme në cilën mund të antarësohet Kosova, është një administratë qeverise ndërkombëtare ku mund merr pjesë Kosova, është një proces i cili ka dalë prej rezolutës të OKB-s, dhe dua të juftoj që ne nuk mund që të nënshkrujmë diçka tjetër jashtë dhe të marrim qëndrim krejt tjetër brenda. Ftesa ime është të jepni fund këtij cirku politik, ta sillni projekt ligjin në kuvent, i ka 4 nene, janë dashur 4 muaj që të miratohen këto 4 nene në kuvent të Kosovës, dhe me që ne sot në seancë kem miratimin e vendimit për dërgimin e FSK-s, na FSK nuk po e dërgojmë atje me hekbor, as situata emergjente, po dërgojmë një proces politik të një konflikti shekullor. Me që ngrit çështja e Bordit të Paqes, më lejoni vetëm të sqaroj disa elemente që nuk po përmenden. Unë e kuptoj që zotri Hoxhaj i thot këto sepse s'ka qenë në mbledhjet e fundit të Komisionit për Politikë të Jashtme, në fakt në asnjërin që kemi mbajtur deri më tani, ku ne bashkarisht jemi dakorduar të krijojmë një grup punues jo për të ndryshuar përmbajtjen e marrëveshjes ndërkombëtare, sepse besoj jemi të vetëdijshëm që një gjë të tillë si deputet nuk mund ta bëjmë, por për të ndryshuar një paragraf të një neni në projekt ligj, për cilin kemi konsideruar që ka nevojë të ketë ndërhyrje. Pra, në parim askush nuk është kundër marrëveshjes për Bordin e Paqes, dhe kur po them askush, e kam fjalën për gjitha subjektet politike që përfaqësohen në komision dhe këtu në kuvent, pra jemi për ratifikimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare, por dakordimi ka qenë i përbashkët, të krijojmë një grup punues në cilin ju zotri Hoxha jeni propozuar si përfaqësues i partive opozitare, dhe mua më vjen mirë që do të jeni pjesë e këtij grupi punues, sepse besoj që do të jepni kontributin tuaj profesional në hartimin e drejtë të këtij projekt ligji. Është e vërtetë që është përmbajtje shumë e mangët, janë vetëm 4 nena në këtë projekt ligj, edhe le të themi që në krejt këtë projekt ligj është vetëm një rresht i cili në fakt flet për qëllimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Nuk është marrëveshje ndërkombëtare që derivon prej Këshillit të Sigurimit të OKB-s,
marrëveshja e ISF-it është marrëveshje që hyn në rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila është miratuar me votë nga anëtarët e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri, e që në fakt si marrëveshje ka nisur të trajtohet prej qeverisë qysh në nëntorin e vitit të kaluar. Mos harrojmë që bordi i paqes pra është nënshkruar në shkurt të këtij viti dhe po tentohen të ndërlidhen, por besoni që janë dy marrëveshje krejtësisht të ndryshme. Pra po flasim për ISF-in, që është kontratë direkte drejt për drejt e Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një obligim cilin ne si shtet e kemi marrë përsipër dhe po e përmbyllim, sepse po kemi vullnet edhe të qeverisë për ta shtyrë përpara, por edhe të deputetëve për ta mbështetur me votë, ndërkohë po flasim për bordin e paqes, pra për një dokument i cili pritet të ratifikohet nga shtetet anëtare, e që me sa unë e di deri më tani vetëm Shqipëria e ka ratifikuar këtë marrëveshje dhe asnjë shtet tjetër, sepse ideja është që ligji të harmonizohet me jurisdiksionet brenda shteteve anëtare. Kështu që po besoj që këtu s'ka asgjë për t'u shqetësuar, e aq më pak për ta bërë të duket sikur ne po e kundërshtojmë, po e përsëris, nuk jemi kundër, por jemi të interesuar që një projekt ligj cilin do ta kalojmë me votë në kuvend të jetë i rregulluar dhe i harmonizuar mirë dhe jo më pastaj të na krijohen të